në Romën e lashtë, që dogji Romën dhe më pas ja faturoi të krishterëve, amerikanët kur bën 11 shtatorin, sikur tregon Wesley Clark, video e tij mund gjendet në internet, ai thotë kur shkova në departamentin e shtetit, më thanë që qeveria jon ka shpallur që do bëjmë luftë kundër 7 shteteve në 5 vitet që do vinë. Dhe këto 7 shtete ishin Sudani, Somalia, Libia, Iraku, Irani, Siria edhe Jemeni. Dhe ne kemi parë domethënë se çfarë ka ndodhur. Zoti Yazidxhi, që pas një kam një pyetje. Pra ju keni thënë në një tjetër intervistë, pra nëse SBA-ja do të godas Teheranin, Irani do të sulmoj bazat amerikane dhe kampin e Manzës. Sa e mundur është kjo? Kjo është 99% e mundur, nga që në rast se amerikanët sulmojnë Iranin, atëherë Irani do t'i kundërpërgjigjet me shpallje lufte, dhe pjesë e shpalljes luftës do t'jetë goditja e bazave amerikane kudo që raketat iraniane mund shkojnë, dhe ndër të tjera do t'jetë goditja edhe e bazës terroriste të mujahidinëve në Manës. Nga baza e Manzës, që kur Edi Rama pranoi që të marri 3.000 mujahidin në Shqipëri në 2016, dhe këtë e bëri në mënyrë që lobi izraelit ta mbante në pushtet dhe mos ta fuste në burg, sikur ka futur shokët e tij, Shqipëria u kthye në një vend sponsor i terrorizmit, dhe Shqipëria është kthyer pak a shumë sikur Afganistani në vitin 2001, kur talibanët strehonin Al-Qaidën dhe Al-Qaida u akuzua se kishte bërë sulmet e 11 shtatorit. Zoti Yazidxhi, po në këtë moment, pse Rusia për shembull dhe Kina nuk anohen përdesa kanë interesa dhe kanë edhe precedent në cilën mund të ketë antagonizëm gjeopolitik, të vendosen në anën e Iranit, dhe kjo mund të sjellë një përshkallëzim kësaj situate, duke qenë se dhe vetë Kina ka interesa në raport me naftën nga lindja e mesme. Rusia me Kinën janë në krahun e Iranit. Po? Biles në këto momente që ne flasim, kinezët janë duke ndihmuar iranianët me teknologji dhe informacion në lidhje me bazat amerikane, izraelite e tjerë. Dhe edhe Rusia është në krah, megjithëse Rusia nuk është aq hapur, por presidenti Putin për para 2 ditësh pati një konferencë për shtyp, ku gjëja e parë që ai tha kur e pyetën për Iranin, se i bën disa pyetje, për neve tha me rëndësi ka që regjimi nuk ka rënë në Teheran dhe populli është me regjimin. Edhe sepse frika e rusëve ka qenë që mos të ndihmojnë, ja kjo është pjesa kur Putini, që po të shfaqni ju, kur Putini ka qenë me gazetarë të ndryshëm dhe dha këtë deklarat, se për Rusin me rëndësi në këto ditët e para, biles kur nisi sulmi izraelit, rusët kanë vetëm bërë sehir në fillim, dhe sepse Putini donte të shikonte se si do t'ishte sjellja e popullit. Nga që rusët u turpëruan me Sirin, biles në një konferencë për shtyp që presidenti Putin pati në dhjetor të vitit 2024, dhe pyetën pse nuk ndërhyre që ta ndihmosh Bashar al-Assadin që ndrojnë pushtet. Ai tha, si mund ta ndihmoja unë kur një ushtri prej 20.000 vetash u thye nga 300 xhihadist në Aleppo. Pra, me rastin e Siris, Putini dhe rusët vendosën që mos ta ndihmonin Sirin, nga që e pan që si ushtria, si populli nuk dolën në krah të Asadit. Dërsa me rastin e Iranit, edhe pse plani fillestar i Mossadit dhe Izraelit, kur ata nisën sulmin në datën 13 qershor, ishte që të vrasim krerët e shtetit iranian, që ata i vran, krerët e gardës revolucionare e tjerë, edhe të shkatrojmë ministritë dhe qendrat e komandës së ushtrisë, që nëse ne bëjmë këtë dhe krijojmë kaos, populli do të shohet dhe do të arrëzojë vetë regjimin. Ama nuk ndodhi kjo gjë, dhe ky është një nga gabimet më të mëdha të Netanyahu. Netanyahu dha një
intervistë për para 2 ditësh në atë spitalin që është shkatruar në Beersheba, që u përmendë edhe këtu, ku e pyetën çfarë do bësh tani, e pyetën gazetarët, dhe Netanyahu tha, ne do vazhdojmë, do bombardojmë centralet nukleare dhe bazat raketore iraniane, kurse për rrëzimin e regjimit tha, i ngjelet popullit iranian. Dhe faktikisht në ditën e dytë, domethënë me njëherë ditën tjetër pasi nisën sulmet, Netanyahu doli dhe adresoi popullin e Iranit dhe i tha çohuni dhe rrëzoni regjimin se ne do t'ju mbështesim. Ama ai dështoi, ashtu sikur dështoi edhe CIA, kur çonte fjala bie Hamit Matjanin në Shqipëri në kohën e komunizmit, duke ndërruar se do të rrëzonte regjimin e Enver Hoxhës, dhe ashtu si në kohën e komunizmit ku i gjithë populli ishte ushtar dhe dilte në krah të partisë, e njëjta gjë ka ndodhur edhe në Iran në këto momente, ku ke iranian që nuk falen, nuk veshin shami, nuk i duan këto ligjet islamike të hoxhallarëve etj, por që kanë dalë hapur duke denoncuar këta tradhtar që janë bërë me Amerikën dhe me Izraelin, nga që çfarë po bën Izraeli duke bombarduar qytete sikur Teherani, Isfahani dhe qytetet e tjera, Izraeli është duke ushtruar terror dhe duke vrarë njerëz të pafajshëm, dhe duke vrarë njerëz të pafajshëm, edhe ata persona që më herët nuk e donin qeverinë, tani të gjithë janë rreshtuar përreth flamurit dhe e kuptojnë që kjo nuk është një luftë e brendshme politike. Iranianët vrihen shumë dhe kanë shumë parti politike. Në Iran nuk ka satrap sikur është Edi Rama që e kontrollon gjithë vendin. Por tani e kuptojnë që nuk është më lufta për cilën parti do të jetë në pushtet, po kjo është një luftë ekzistenciale për ekzistencën e vet Iranit. A është NATO e përgatitur, zoti Yazexhi, për të menaxhuar një shpërthim konflikti kur alati i saj kryesor ose vendi që drejton këtë organizat, SBA-ja, përfshihet në këtë konflikt? Mbas ultimatumit 2 javor? NATO nuk është e gatshme dhe NATO nuk i ka mundësitë për të bërë luftë me Iranin, ja që NATO gja e ka një konflikt në Evropë, që është lufta në Ukrainë, dhe për më tepër ne duhet kuptojmë diçka. Këtë gjë e kuptuam edhe nga deklarata e presidentit Putin për mediat, ku Putini mbështeti, domethënë shprehu mbështetjen e Rusisë për Iranin, bilesa iranianët nuk po na kërkojnë ndihmë neve, se ne jemi të gatshëm të ndihmojmë. Dhe duhet ta kuptojmë diçka, që në qoftë se amerikanët hynë në luftë kundër Iranit, kjo do të jetë menjëherë një luftë kundër Rusisë. Edhe pse rusët deri tani duken sikur nuk janë pjesë e konfliktit, duhet ta kuptojmë se Irani është shumë i rëndësishëm për vjetesën e Rusisë. Se ndërsa amerikanët ja morën Ukrainën rusëve me teorinë e Brzezinskit, ku Brzezinski, një nga mendimtarët më të mëdhenj amerikanë të luftës ftohtë, që ka bërë edhe librin The Grand Chessboard apo Fusha e Madhe e Shahut, thoshte që ta shkatrojmë Rusinë, do t'ja djegin kufijtë, do t'ja marrim edhe Ukrainën, ndërsa rusët e kanë humbur Ukrainën, ata nuk mund ta lënë që të humbasi Irani. Marrja e Ukrainës ndaj Rusisë u bë me qëllim që Rusia të izolohet nga Evropa. Dhe ndërsa rusët e pranojnë tashmë si fait accompli që ata e kanë humbur Evropën dhe Ukrainën, ata nuk do të lejojnë në asnjë mënyrë që ta humbasin Iranin, sikur edhe humbën Sirin për para pak muajsh, megjithse Sirin ata e lanë më kollaj, edhe pse Bashar al-Assadi ishte njeriu i tyre, por ata kishin një problem me Sirin se nuk kishin linjë toksore që ta kontrollonin. Ndërsa me rastin e Iranit, duke qenë se kanë vend kufitar, ata nuk do ta lënë në asnjë mënyrë që të bjerë Irani dhe që amerikanët të sjellin Al-Qaidën, sikur sollën Abu Muhammad al-Jolanin në Damask, apo këtë terroristen e Manzës Mariam Rajavin, apo agentin izraelit Reza Pahlavin që të vinë pushtet. Domethënë për iranian, për rusët, aleati i tyre më i mirë është Republika Islamike e Iranit, me teologjinë e saj anti-imperialiste dhe anti-zioniste, ku iranianët e shohin si obligim fetar lirimin e Palestinës
dhe dhënien fund të apartheidit dhe gjenocidit izraelit. Mirë, zotëria Zexhi, për ta përmbyllur sepse jemi në fund shkurtimisht, pyetja e fundit, a është kjo lufta pra provë përfundimtare se diplomacia perëndimore pra ka dështuar përballë forcës, por edhe fuqive autoritare? Diplomacia evropiane po funksiononte dhe iranianët si njerëz që kanë pikur shahun, janë njerëz që gjithmonë mundohen ta evitojnë luftën. Dhe ata ishin të gatshëm i bënin shumë lloj koncesionesh evropianëve dhe amerikanëve, sikur bën në kohën e Obamës, ku hapën stacionet e tyre nukleare, ku ishin të gatshëm edhe të integronin ekonominë e tyre me perëndimin. Biles kjo qeveri e presidentit Pezeshkian i ofroi amerikanëve edhe burimet e naftës dhe burimet e tjera që ka Irani, që i thanë, hajde sillni kompanitë tuaja, investoni këtu dhe të bëhemi miq. Pra, Irani u mundua që të përdori diplomacinë në kulm, dhe amerikanët dhe evropianët ishin të interesuar. Do të kujtojmë një gjë që kur vjen presidenti Trump në krye të SBA-s në vitin 2017, dhe lobi izraelit atëherë që financoi dhe solli në pushtet ja kërkon që duhet që të prishi marrëdhënien nukleare, ishte trioja evropiane, Franca, Gjermania dhe Britania, që nuk donin që të prishe kjo marrëveshje dhe rezistuan, por në atë kohë çfarë bëri Izraeli, përdori Mekun në Shqipëri, ku mujahidinët shkonin në Parlamentin Evropian, kërcënonin parlamentarët e vendeve evropiane dhe në veçanti italianët, nga që Eni italian kishte dhe ai harrova se si quhet kompania e naftës franceze. Eni italian dhe kompania, s'po vjen emri në mendje, dhe kompania e naftës franceze kishin investime masive në fushat iraniane të naftës. Dhe si Franca, si Italia kishin interesa jetike që mos të prishej marrëveshja nukleare me Iranin, por u kërcënuan nga amerikanët dhe izraelitët dhe u tërhoqën. Megjithatë, tani me ardhin e dytë të Trumpit, iranianët u munduan në maksimum që të përdorin diplomaci, nga që ata nuk duan luftë, sepse ata dinë që lufta është e keqe, dhe ishin të gatshëm të ofronin çfarëdo lloj koncesionesh, përveç Palestinës, se domethënë kur kam vizituar Iranin në 2017, bajmend kam takuar një ish deputet iranian që më tha se iranianët ishin shumë shqetësuar nga terrorizmi që bëhej nga Shqipëria kundër tyre. Më tha njëri, ne na kanë ardhur amerikanët këtu, na kanë thënë që neve u asjellim mujahidinët në Teheran me avionin e linjës të gjithë, ja arrestojmë dhe u asjellim, vetëm me një kusht, mos ndihmoni palestinezët. Dhe iranianët i thanë, jo, ne nuk e lëjmë dot Palestinën. Edhe duhet dalte çfarë ndodh tani është që iranianët po u mundonin për diplomaci, evropianët gjithashtu, po gjithë këtë e prishi Benjamin Netanyahu, nga që Netanyahu është një njeri i çmendur, është mesianik, ai beson që ka detyrë të shenjtë që t'i shkatërrojë të gjithë popujt musliman dhe mundësisht edhe t'i zhduki ishmaelitët, se ne muslimanët sipas zionizmit ne na konsiderojnë sikur nuk jemi njerëz, por sikur jemi kafsh, jemi bite Ishmailit, prandaj ne e bëjmë edhe Kurban Bajramin, si Kurban Bajrami është përkujtimi i sakrificës së Ibrahimit me Ismailin, dhe ata besojnë që në mënyrë që Perëndia t'i fali xifutët dhe të heqë mallkimin nga ata duhet që t'i zhdukin Ishmaelitët dhe kështu Zoti do t'u sjellë Mesian dhe kështu ata do të sundojnë njerëzimin. E qartë. Mirë, zotëria Zexhi, kemi arritur në fund. Ju falenderojmë shumë për informacionet. Faleminderit shumë. Mirë, mersi, të arritëm në fund. Sigurisht pra do bëjmë një 5 minutë pushim dhe pas do të rikthehemi sërish për të ndalur tek një tjetër temë gjeopolitikës. Jemi
rikthyer sërish pra në pjesën e dytë ku shtëpia e Bardh ka njoftuar të njëjtën se presidenti amerikan Donald Trump do të marrë një vendim brenda 2 javëve të ardhshme nëse Shtetet e Bashkuara do të përfshihen apo jo në luftën mes Izraelit dhe Iranit. Duke lexuar kështu pra mesazhin, Trump, zëdhënësia e shtëpisë së Bardh, Caroline Levitt, u tha gazetarëve duke u bazuar në faktin se ka mundësi të konsiderueshme pra për bisedime që mund të ndodhin ose jo me Iranin në të ardhmen e afërt, unë do ta marr vendimin tim nëse do të ndërhyj apo jo brenda 2 javëve të ardhshme. Përse pyetja ime e parë është për ta nisur këtë bisedë pra në pjesën e dytë, a do të ishte një përfshirje ushtarake e SBA-s në konfliktin midis Izraelit dhe Iranit një rrugë drejt stabilitetit apo do të ishte një përshkallëzim më global? Shiko, gjithmonë faktori i cili bën respektimin e normës ose shuar në një situatë problematike është sanksioni ose forca. Edhe ligji, po ashtu, nëse nuk do ketë sanksionin, dëshkimin, dhe nëse shteti s'ka monopol në forcës, rregullat janë inekzistente, ose stabiliteti, ose qoftë edhe siguria. Në këtë kuptim edhe në rastin e një konflikti, unë mendoj që është i domosdoshëm ndërhyrja dhe madje kapitullimi kundërshtarit. Nuk jemi më në fazën në cilën komunikimi ose gjua diplomatike jep zgjidhje, ose pi ujë si thot populli. Sa ndikon dhe kërcënimi pra këtu i ndërhyrjes ushtarake? Kërcënimin e bëri Trumpi, po i parapret, dhe unë kam parë që Trump hyn tek figurat politike i cili qëndron kërcënimeve që bën. Jo, e qartë, por sa qëndron kjo pra në shanset për një zgjedhje diplomatike me Iranin? Nuk, unë këtë po them, nuk do ndikoj në zgjedhje diplomatike, po do të çojë në përshkallëzim dhe në kapitullim të Iranit. Ajo që unë mendoj që do ndodhë është që Irani ka të humbur këtë luftë. E qartë, a është realiste dhe kërkesa marrësit për ndalimin total të pasurimit uraniumit nga Irani kur vendi këtu pra ka ndërtuar tashmë kapacitete të konsiderueshme? Shiko, gjithmonë ajo që mundohet arrihet është që të neutralizohet rreziku dhe të dobësohet ai që ti nuk e ke alat politik ose e shikon si antagonist. Në këtë sens, bie bariera e drejtë e gabuar e ligjshme e paligjshme është çfarë më intereson, pra nga pikpamja esencialiste dhe esencës ligjore ose morale ose etike, kthehet në pikpamje funksionaliste që çfarë më duhet ose çfarë më shërben. Në këtë kuptim, si Izraelit, si aleatit të tij Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe si vendeve që janë pjesë e këtij grupimi, intereson dobësimi i Iranit. Jo është etike apo ai shërben Iranit, po çfarë shërben atyra. E qartë, mirë, marrësit për diskutuar më shumë mbi këto zhvillime të ditës sotme, kemi një tjetër të ftuar në këtë pjesë të dytë, i cili është zoti Brendon Kotori. Zoti Kotori, ju përshëndes. Faleminderit shumë që jeni me ne sot. Përshëndetje Brendon, kënaqësi. Atëherë, zoti Kotori, do ta nisim fillimisht duke dëgjuar një insert dhe më pas të rikthehemi për të biseduar. Që nga revolucioni islamik i vitit 1979, Irani ka shpallur hapur qëllimin për ta zhdukur Izraelin nga harta, ndërsa Izraeli e sheh Iranin si kërcënimin ekzistencial më të madh, sidomos pas përpjekjeve të Teheranit për të zhvilluar një program bërthamor. Lufta në Siri, konfliktet në Gaza dhe prania e Hezbollahut në Liban janë vetëm disa nga fushat ku këto dy fuqi përplasen përmes grupeve proksi. Por kjo përplasje nuk është thjesht një çështje rajonale. Shtetet e Bashkuara qëndrojnë fort në krah të Izraelit, duke e mbështetur me armë, teknologji dhe diplomaci, ndërkohë që Irani mbështetet nga Rusia dhe gjithnjë më shumë po afrohet me Kinën. Rusia e përfshirë në një përballje të ftohtë me Perëndimin. Sheh në Iran një aleat strategjik për destabilizimin e lindjes së mesme dhe për të penguar dominimin amerikan. Ndërkohë Kina, me interes të madh në stabilitetin energjetik të rajonit, luan një rol më të heshtur, por shumë më të rrezikshëm. Përfiton ekonomikisht nga të dyja palët, ndërsa synon të zëvendësojë Shtetet e Bashkuara si fuqia globale udhëheqëse. Sot, kur shohim përplasjet në kufi, raketat që bien në Gaza apo kërcënimet ndaj objektivave ushtarake, ajo që realisht kemi përballë është një luftë e re e ftohtë, me emra të rinj, por me të njëjtin rrezik, përplasje direkte mes superfuqive. Dhe këtu lind pyetja më e ndjeshme. A do ta godas Amerika direkt Iranin? Deri më tani, Washingtoni ka zgjedhur një strategji indirekte, mbështetje maksimale për Izraelin, goditje të forcave pro-iraniane në Siri, Irak apo Yemen, por pa hyrë në përplasje të drejt për drejt me Teheranin. Megjithatë, nëse Irani kalon një vijë të kuqe, si një sulm direkt ndaj Izraelit ose avancimi provuar drejt një arme bërthamore, atëherë ndërhyrja ushtarake amerikane bëhet një skenar shumë real. Po çfarë ndodh nëse Shtetet e Bashkuara godasin Iranin? Rreziku më i madh është përhapja e konfliktit.
Rusia dhe Kina nuk do ta shohin pa veprim një sulm ndaj një aleati të tyre strategjik. Moska, tashmë në një konfrontim të hapur me perëndimin për shkak të Ukrainës, mund të përdor këtë rast për të shpërqendruar frontet. Ndërsa Kina, që kontrollon interesa të mëdha ekonomike në rajon, mund të vendosë të mbrojë balancën globale përmes presionit politik, ekonomik